Rikthehet qarkullimi për të gjitha mjetet, përfshirë edhe ato me tonazh të rënd në aksin rrugor Librazht-Prenja. Sipas njoftimit zyrtar të ARSH-s, qarkullimi do të lejohet duke respektuar kufirin maksimal prej 8.2 ton për aks. Lëvizja e mjeteve do të realizohet përmes një devijimi provizor të ndërtuar ngjitur me pozicionin ekzistues të mëparshëm, i cili do të jetë funksional deri në përfundimin e plotë të rrugës alternative. Kjo rrugë alternative tashmë e bërë publike, po ndërtohet në shtratin e lumit Shkumbin dhe do të integrohet me trupin e Ekurudhës. Segmenti do të operojë me sinjalistik kantieri dhe përkohësisht do të jetë i paasfaltuar deri në stabilizimin e shtresave rrugore. Pas këtij procesi do të kryhet asfaltimi përfundimtar. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë përdorusëve të rrugës dhe banorëve të zonës që të tregojnë mirëkuptim, të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e policisë rrugore, me qëllim garantimin e një qarkullimi të sigurt për të gjithë. CNA të hënën e konfirmoi ekskluzivisht hapjen e rrugës, e cila la të bllokuar juglindjen për më shumë se një javë.